Profesor Pilinçi i ftuar në intervistën për gazetarin Ilir Brahim në Radio Televizionin Shqiptar në Tiranë, Shqipëri, 24 nëntor 1990. Profesor Pilinçi, mirë se vini në Radio Televizionin Shqiptar. Sot keni pasur një takim me presidentin e Shqipërisë, Ramiz Alia. Familja Pilinçi e njohur nga shqiptarët, familja më e madhe dhe më intelektuale Pilinçi, të njohur në Ballkan dhe Evropë. Në këtë intervistë, nëse mundesh, na tregoj qartë dhe shkurt historinë tënde dhe familjen tënde Pilinçi. Si arrite kaq shpejt në Amerikë? I nderuar gazetar, ju përgëzoj për pritjen që më bët në aeroportin e Rinasit, gjithashtu ftesa që më është bërë nga ju në TVSH. Së pari, në bisedën që pata me presidentin Ramiz Alia, ai ka krijuar 5 parti dhe ka propozuar 5 përfaqësues të 5 partive. Por zoti Alia do të jetë president i Shqipërisë edhe për 2 vite të tjera. Unë do t'ju shpjegoj shqiptarëve nesër në orën 5 në Teatrin e Operës emrat e partive dhe emrat e përfaqësuesve të 5 partive. Zoti Ilir, siç thatë ju, unë kam ardhur me një mision special për presidentin Ramiz Alia. Ne e dim se çfarë do të ndodhë këtu pas 30 vjetësh politik të prapambetur dhe ish spionëve dhe komunistëve të thekur. Së pari, më lejoni t'u them shqiptarëve të mi, shkurt dhe qartë disa fjalë. Zoti Ilir, u përgëzoj për ftesën që kam marrë nga ju. I nderuar gazetar, është kënaqësi për mua mes ekranit të televizionit tuaj shqiptar TVSH të jem përballë bashkëqytetarëve të mi shqiptar. Shqiptarët për 47 vjet të torturuar nga komunistët e Tiranës serbo-ruse. E di e kam parë me sytë e mi në kampet e përqendrimit, vrasje, tortura, punonin si sklever për bukë thatë. Erdhi dita e shqiptarëve, por jo plotësisht. Komunistët e Tiranisë serbo-ruse për një kohë të gjatë, dekada, do t'ju ndajnë. Ata së bashku me serborusët do të shpenzojnë miliona e miliarda lek. Edhe ata kanë vjedhur para tuaja për 47 vjet. Do të krijojnë parti të shumta dhe satelit të panumërt, do të ndajnë vëllan nga motra, komshiu nga fqinje, pronarët e pronave të lishme për shumë vite e dekada, do të torturohen dhe abuzohen para gjykatës nga ish prokurorët dhe gjyqtarët e policisë së sigurimit të Tiranës komuniste. Unë po i përgjigjem pyetjes suaj shumë shkurt dhe qartë. Unë jam Pëllum Pilinci, djali i profesor Gani Pilincit, po i shpjegoj shumë shkurt dhe qartë për shqipen time, për familjen Pilinci dhe për veten time. Sërgjyshim, Dr. Hamet Gani Pilinci, i frymëzuar nga çështjet kombëtare, ka përfunduar Kolegjin e Stambollit dhe u diplomua në Kolegjin Yale në Connecticut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 1877 deri në 1881. Gjyshim, profesor Hetem Hamet Pilinci u diplomua në Kolegjin e New Yorkut, Shtetet e Bashkuara në vitet 1912-1916 dhe gjyshim, profesor Hetem Hamet Pilinci shkoi me një mision special në Amerikë në vitet 1921-1922 për të bërë të mundur hapjen e ambasadës amerikane në Shqipëri. Gjyshim takon mikun e tij të vjetër, zotin Ulysses Grant Smith. Zoti Ulysses Grant Smith, emëruar ambasador në Shqipëri më 22 shtator 1922, gjyshim, profesor Hetem Pilinci dhe ambasadori Ulysses Grant Smith erdhën në Tiranë në nëntor të vitit 1922. Regjimi komunisto-bolshevik i lindur në Francë dhe i eksperimentuar në Rusinë, leniste, staliniste, bolshevikëve, komunist, i mbyti të gjallë intelektualet rusë në lumin Volga dhe në lindjen komuniste, vrau miliona e miliona intelektual dhe njerëz të pafajshëm, burgosur miliona njerëz të pafajshëm, gra, burra, pleq, fëmijë në kampet e përqendrimit, punonin si sklever në regjimet komuniste botërore. Pas luftës së dytë botërore, 2 bolshevikët, Churchilli dhe Stalini, u adhurzojnë Shqipërinë bolshevikëve serborus. Komunistët bolshevikët e Tiranës me komisarët serb Meladin Popivici dhe Dušan Mugosha masakruan, vranë dhe burgosën shqiptarët. Shqipëria u bë kamp përqendrimi me pleq, gra e fëmijë, punonin si sklever, 600 gram bukë të thatë. Bolshevikët serborus të Tiranës i izoluan dhe i robëruan shqiptarët. Intelektual të arsimuar perëndimor dhe patriot shqiptar i varrosën të gjallë, e bën Shqipërinë kamp përqendrimi. Se shqiptarët ishin pro-amerikan, bolshevikët e Tiranës e mbyllën Shqipërinë me tela me gjemba. Pas pushtimit të Shqipërisë, komunistët bolshevik filluan konfiskimet dhe arrestimet e intelektualëve shqiptar. Filluan me familjen Pilinci, dogjën vila, pallate dhe ndërtesa. Konfiskuan fabrika, shumë hektar tokë, qindra mira, gjithçka. Arrestuan gjyshin tim, profesor Hetem Pilincin, kushërinjtë e mi, vëllezërit e gjyshit, babai im, profesor Gani Hetem Pilinci, nëna ime Zarife Pilinci, 7 muajshe 7 zënë. Unë kam lindur rreth 7 ditë pas arrestimit politik të nënës sime. Linda më 16 prill 1948 në burgun e grave të Maliqit në Korçë,
Familja Pilinçi punoi dhe financoi në shekuj për çështje kombëtare. Familja ime Pilinçi u vra me shekuj nga serbët, rusët dhe grekët. Unë me nënën time dhe 100 anëtar të familjes Pilinçi në kampet e përqendrimit Tepelen, Kruj, Saver, Shtyllas, Gjaz, sërish Shtyllas, në Shqipëri për herë të parë, komunistët më eksperimentuan për 5 vjet. Arrest shtëpie, 4 herë apel në 24 orë në kampin e përqendrimit Shtyllas. Babai im, profesor Gani H. Pilinçi, doli nga burgu politik. Policia e solli në Shtyllas, unë isha në arrest shtëpiak politik në Shtyllas, një natë dimri në nëntor 1974, me ndihmën e miqve amerikan të gjyshit tim, ata që mbrojnë tokën e bekuar amerikane dhe botën, në fund të nëntorit arritëm në Serbi. Pas 10 ditësh, mbërriti në Itali. Unë dhe babai im u plagosëm nga sigurimi sekret i policisë shqiptare, pasi u kuruam në Itali, urgjentisht, në fillim të vitit 1975, jemi në Amerikë. Por kur mbërrita në Amerikë, miqtë amerikan të gjyshit na dhuruan një shtëpi 3 katëshe, më financuan shkollën, universitetin dhe kurset speciale. Unë u diplomova në Universitetin Shtetëror Montclair në New Jersey në vitin 1980 me një diplom master. Dhe gjithashtu, përfundova shumë kurse speciale ndërkombëtare. Isha profesor në disa kolegje të New Jersey në Amerikë. Në fillim të vitit 1976, zoti George W. Bush propozoi një takim me baban dhe mua. Zoti Bush ishte i pari në CIA. Zoti Bush dinte për familjen Pilinçi, për gjyshin dhe babain tim. Biseda ishte për politikën shqiptare, amerikane dhe ndërkombëtare dhe e klasifikuar. Misioni im pas takimit me zotin George Bush për çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare 15 vjet dhe do të vazhdojmë në Ballkan, Europë më gjerë. Jam sulmuar shpesh, 3 herë i plagosur, 1975 Itali, 1985 Bruksel, plagosur rënd në nëntor 1989 Berlin. Misioni i inteligjencës europiane dhe inteligjenca amerikane po përdornin çdo plan për të eliminuar regjimin bolshevik komunist, por ishte e pamundur. Ideja dhe plani i mirë i përgatitur nga zoti George Bush në fillim të vitit 1976, Bush ishte i pari në CIA, ishte e vetmja shpresë. Pra eliminimi i regjimit bolsheviko-komunist, e vetmja rrugë ishte rënja e murit të Berlinit dhe u bë realitet në nëntor 1989. Do vazhdoj me të njëjtin program, mision deri në fund të jetës sime, derisa të përfundoj 100% i varur nga politika dhe ushtria amerikane dhe duke ngritur flamurin amerikan dhe shqiptar në çdo cep të Shqipërisë për shekujt në vazhdim. Dhe derisa ta bëj Shqipërinë një Amerikë të vogël në zemër të Europës, do të ruaj fjalët dhe amanetin e babait tim, gjyshit, ambasadorit të parë, Ailezes Grant Smith. Një kënaqësi e veçantë në karrierën time si gazetar në Radio Televizionin Tirana, intervistova intelektualin dhe patriotin profesor Pilinçi, gazetari Ilir Kashem, Radio Televizioni Shqiptar Tirana, 24 nëntor 1990, Tiranë, Shqipëri.